Kam një pyetje posaçërisht për patronazhistët, shefat e policisë që veprojnë me urdhër nga lart dhe servilët e Edi Ramës. Sa prej jush e din se ku ndodhet kjo çadër? Ndodhet mu përpara shtëpisë së bardhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo çadër ka qëndruar e hapur për 44 vite, që nga viti 1981, dhe asnjë nga aktivistët që e ka hapur, që ka qëndruar aty, nuk është shoqëruar, nuk është arrestuar dhe nuk është proceduar penalisht. Krejt e kundërta ndodh në Shqipëri. Nëse ti vendos të protestosh dhe të reagosh kundër hajdutëve, ti do procedohesh penalisht për prishje të qetësisë publike. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut. Ti do procedohesh penalisht edhe si pushtues toke, e gjithashtu si pjesëmarrës dhe organizues i tubimeve të palishme. Për të gjithë servilët e shqetësuar për pushtimin e trotuarit që shprehen se kjo lloj proteste nuk ndodh askund në botë, ju ftoj ta ndiqni këtë video nga fillimi.